Edhe pse çifti Meta Kryemadhi u ndan pas 30 vitesh së bashku, një lajm i mirë ka ardhur pikërisht nga djali i tyre, Besar Metaj. Edhe pse ka qëndruar gjithmonë jashtë vëmendjes së medias, Besari është një djalë i qetë dhe i shkolluar që ka vendosur të distancohet nga politika. Së fundmi, ai ka qëndruar shumë pranë të Atit, i cili ndodhet në qelitë e paraburgimit. Besari është i kujdesshëm që t'i çojë babait çdo gjë që i nevojiten në qeli, nga ushqimi, veshja e deri te librat e tij të preferuar. E nëse prindit e tij u ndan pas shumë vitesh martesë, Besari duket se ka gjetur shpirtin binjak. Ai ka vendosur të largohet nga shtëpia e Monikës dhe prej kohësh është duke bashkëtuar me një vajzë. Lajmin e ka dhënë vetë Monika Kryemadhi, e cila tha se djali i saj prej kohësh nuk jeton më me të. Vajza, e cila ka fituar zemrën e djalit të Metës, ka mbaruar studimet jashtë Shqipërisë dhe vjen nga një familje intelektuale dhe shumë e respektuar. Ajo qëndron e distancuar nga rrjetet sociale dhe në asnjë moment nuk e ekspozon bashkëtesën e saj. E pyetur për marrëdhënie me nusën e djalit, Monika u shpreh se ajo është një vajzë e mirë dhe e qetë dhe për sa kohë që ma bën djalin tim të lumtur, do ta respektoj pamas. Djali i Metës ka dëshirë ta finalizojë dashurinë me martesë, por ka vendosur që të mos e marrë këtë vendim, për sa kohë që baba i tij është pas hekurave të burgut.